Po mund të thuhet që ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor tashmë i kanë hapur rrugën procesit të realizimit të votimit nga jashtë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2025. Me ndryshimet e fundit është përmbushur dhe urdhërimi i gjykatës kushtetuese, sipas së cilës Kuvendi i Shqipërisë do duhet të plotësonte boshllëqet ligjore me qëllim që për zgjedhjet e vitit 2025 të mundësojë votimi nga jashtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar që ditën 1 të themi pas miratimit të ndryshimeve në Kuvendin e Shqipërisë me përgatitjen e këtij procesi, duke filluar më së pari me listimin e të gjitha atyre akteve rregullatore dhe të nevojave për logjistik për realizimin e këtij procesi. Të gjithë ata qytetarë shqiptar me të drejtë vote, të cilët gjenden në ditën e votimit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë të drejtë të votojnë. Ka një ndryshim, nëse mund ta përkufizojmë kështu, në lidhje me këtë çështje, krahasuar me variantin e parë, ku sipas këtij varianti ideja ishte që të votonin vetëm ata të cilët kishin një rezidencë të deklaruar. Tani kushdo i cili nëpërmjet një dokumenti të caktuar vërteton që gjendet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në ditën e votimit, ka të drejtë ta ushtrojë këtë të drejtë atje ku ai është atë ditë. Akoma Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka përgatitur listën e dokumentave të cilat do duhet të paraqesin në votues për të vërtetuar që është jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Regjistrimi i këtyre personave do të bëhet nëpërmjet një platforme elektronike, e cila do të ndërtohet dhe do të administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe çdo qytetar shqiptar me të drejtë vote që banon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe do të votojë atje ku ai ka vendbanimin, do duhet të regjistrohet nëpërmjet kësaj platforme, e cila ofron të gjitha garancitë dhe sigurinë mbi identitetin e këtij votuesi. Qytetarët shqiptarë që banojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të votojnë vetëm nëpërmjet postës, pra fleta e votimit do t'i dërgohet aty ku ata banojnë ose tek ajo adresë që ata do të deklarojnë nëpërmjet shërbimit postar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe do të kthehet prej tyre po nëpërmjet shërbimit postar. E bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vlerësimin e fletëve të votimit të votuesve që kanë votuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, e bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Do të përgatisim një akt normativ i cili do ta rregullojë gjithë procesin e mbritjes të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit. Për momentin ajo çfarë ka rëndësi të thuhet është që do të jetë KQZ institucioni i cili do të bëjë numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit. Vota e atij që voton nga jashtë do të llogaritet në rezultatin e zgjedhjeve të qarkut ku ai ka regjistrin e gjendjes civile në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra, një qytetar i cili e ka regjistrin e gjendjes civile në qarkun e Tiranës, në një prej bashkive të qarkut të Tiranës, edhe pse ai prej vitesh mund të banojë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të themi në Milano, Berlin apo Londër, fleta e tij apo vota e tij do të llogaritet për deputetët e qarkut të Tiranës.